Një burr erdhi te Ebul Esvedi, i cili ishte i njohur për koprasi dhe e gjeti atë pikërisht duke ngrënë ushqim. Njeriu i dha selam, kurse ai vetëm u përgjigj dhe vazhdoi duke ngrënë fare pa i kushtuar vëmendje atij. Njeriu i tha: "E kam takuar familjen tënde." Ebu Esvedi u përgjigj: "Aha, do të thotë ti pas ke ardhur prej andej." Biseda e tyre e mëtejshme u zhvillua si më poshtë. "Gruaja jote ishte shtatzënë." "Po, ashtu kemi rënë dakord unë dhe ajo." "Ajo tashmë kishte lindur." "Po, patjetër se do të lindte." "I kishte lindur 2 djem?" "Po, e tillë ishte edhe nëna e saj." "Njëri prej tyre vdiq." "Nuk ka mundur të dyti ushqej me gji. Vdiq edhe tjetri." "Nuk ka mundur të qëndroj pas vdekjes së vëllait të tij. Edhe nëna e tyre gjithashtu vdiq." "Kapikllimi për fëmijët. Sa i mirë qenë ka ai ushqimi që po ha. Prandaj unë po e ha vetëm, kurse ti nuk ke për ta provuar."